Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar falenderojmë, dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allah xhalla wala që salavatet dhe selamet jenë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozur, po takojmë edhe sot dhe në takimin e kaluar kemi trajtuar dhikrin që e thot besimtari kur të zgjohet nga gjumi. Dhe padyshim se atë lutje dhe atë përmendje Allah që besimtari bën kur të zgjohet nga gjumi nuk është thjesht një formulim fjalësh dhe lutjesh që e thot, mirë po kanë kuptime shumë të thella e që disa nga këto kuptime i munduar me i trajtuar në takimin e kaluar. Dhe sot po vazhdojmë edhe me një lutje tjetër. Çfarë thot besimtari kur t'i vesh rrobat e tij? Do të zgjohet mëngjes dhe i vesh rrobat që tashmë me to fillon ditën e re. Edhe për këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çfarë duhet të themi. Edhe kjo lutje në formulimin e saj është shumë interesante dhe shumë e rëndësishme dhe kuptim plotë. Andaj sikur që transmeton Abu Davudi në sunenin e tij se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë në kuadër të një diti pak më gjatë, po e shkputim atë pjesë që neve po na duhet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush thot gjatë veshjes së rrobave të tij alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e thot këtë lutje që do ta përkthejmë dhe komentojmë, i dërguari sa ka thënë se kush e thot këtë lutje gjatë veshjes së rrobave të tij, Allahu ia fal mëkatet e kaluara. Dhe është e rëndësishme dhe ka dobi dhe ka padyshim reflektim shumë pozitiv në jetën e besimtarit. Cili është përkthimi i kësaj lutje? Alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb. Allahut i qoftë falërimi i cili më mundsoi me vesh këtë rrobë. Wa razaqanihi, dhe në përgjithësi më furnizoi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Pa ndonjë mund dhe pa ndonjë përpjekje dhe pa ndonjë angazhim të madh nga ana ime. Këtë pjesën e dytë e kemi sqaruar pak më detajisht tek fjala la hawla wala quwwata illa billah. Në këtë lutje ka thënë i dërguari se kush e thot, ja fal Allahu mëkatet. Çfarë realisht në kupton kjo dua, ky dhikr që na me të e përmendim Allahun xhallahu ala kur i veshëm rrobat tona, dhe çfarë kuptime është mirë që ti kemi parasysh kur ne e themi këtë lutje. Fillimisht ndërlozëm në këtë hadith ka ardhur në përgjithësi çdo rrobë nuk është përcaktuar a kjo lloj rrobës apo kjo lloj teshe e kështu me radhë. Njëri vesh teshën e tij që me të mbulon pjesët e tij të turpshme që duhet mbuluar. Ndërsa lutja që kanë të bëjnë me rrobën e re, sefte, kur e vesh besimtari këtu e tjera. Nuk ka lutje që thuhet kur e vesh teshën e re, sefte, herën e parë vesh, ka lutje për të. Nëse kjo është lutje përgjithshme që thuhet çdo ditë, një teshë që e vesh 10 herë, 20 herë, 500 herë sa të ke vesh, do të pa ndonjë numër të caktuar apo të kufizuar. Fillon kjo lutje dhe fillon kjo përmendje Allahu xhallahu ala me fjalën elhamdulillah. Fillimisht të ndërrozër vetë, dhe më thonë, titulli i kësaj lutje në jap një mësim të madh. Edhe titulli i lutjes së kaluar. Çfarë duhet të themi kur të zgjohemi nga gjumi? Çfarë duhet të themi kur të veshim teshën? Në çfarë po ju sinjalizon kjo? Në përsosmërinë dhe gjithëpërfshirjen e kësaj feje. Allahu xhallahu ala nga rahmeti i tij, dhe Allahu xhallahu ala nga mirësia e tij, dhe Allahu xhallahu ala nga bujaria e tij, dhe Allahu xhallahu ala nga kujdesi i tij, ka dashur që ne në çdo lëvizje të kësaj jete të jemi në mësimin e shpallës së Allahu xhallahu. A dhe nuk na ka lënë këtë fe që ta organizojmë vetëm mënyrën e adhurimit tonë brenda një objekti të caktuar, sikur është xhamia. Nuk na ka lënë këtë fe që ta organizojmë mënyrën e adhurimit vetëm gjatë një muaji të caktuar, sikur është Ramazani për shembull. Nuk ka lënë Allahu xhallahu këtë fe që ne vetëm të dimë se si duhet
ta kryjmë një obligim të caktuar sikur është haxhi për shembull. Mirë, na ka mësuar kur të zgjohemi, kur i veshëm teshat, kur dalim, çdo gjë. Dhe nganjëherë dikush mund ta kupton ka si një lloj imponimi që feja po përzihet në çdo porë tjetër se njeriu apo. Nëse ne jemi të bindur, dhe jemi të bindur, dhe obligime kemi të jemi të bindur, se të gjitha mësimet e Islamit janë shpallë nga Allahu xhallahu xhelalu. Allahu xhallahu i ka shpallë. Si janë as njerit, as dietarit, madje as pejgamberit nuk janë, janë të Allahu xhallahu ala. Allahu ka thënë wa ma yantiqu anil hawa. Ai s'tet nga hamendja e tij. Pejgamberi flet me shpallë që i shpallët. Nëse këtu jemi në rregull, dhe thash duhet jemi në rregull, bindje është se këto janë mësimet e Allahu xhallahu ala. Ata ka më kënaqësi se Allahu më kujdes për ty, Zoti i gjithësisë, i gjithdijshmi, i urti. Më kujdes për ty në të gjitha lëvizjet e jetës tonë. Mos më lën në asnjë rrafsh pa udhëzim, pa mësim. Gjithkund me të kallëzuar si duhet me vepru. Një rab i cili kështu e percepton këtë. Se këtu e mësimet e Allahut, dhe Allahu është i gjithdijshmi, dhe Allahu është i gjithfuqishmi, dhe Allahu është i urti. Na kështu e njohim Allahun xhallahu ala. Dhe kështu i njohim mësimet e Allahut se janë shpallë prej tij, atëra absolutisht nuk ka mundësi nga asnjë anë ta përjeton si një lloj ndërhyrje apo imponimi. Përkundër se kupton si një lloj privilegji dhe nderi dhe kënaqësie që është i udhëhequr dhe i udhëzuar të gjitha rrafsht e jetës me mësimet e Zotit xhallahu xhelalu. Një përditshëm njerëz për shembull që nganjëherë e kontestojnë këtë çështje. Nganjëherë ka pasur edhe disa nganjëherë nga disa njerëz saktuar, qoftë në formë të talljes, qoftë në formë të çfarë do qëllimi të saktuar, tallesh me disa pyetje që njerëzit ja bëjnë haxhallar. Çfarë për çka i vjesin ato? Duke menduar se duhet me pyet hoxhën vetëm për abdes, për namaz e kështu me radhë. Qëse dikush e vet hoxhën për shembull, a është të vërtet se kur të vesh rrobën duhet këtë dua me thonë? Po i pengon dhe po shqetësohen pse për tesha po vetë Allahu hoxha. Vesh që çdo teshën apo. Apo e pse po e vet për këtë? Për shembull dikush a është haram kjo punë kështu? Tallën me këtë punë apo. Ato intereson valla, kom halal këtë punë. A bën nuk ka të bëjë me atë konceptin e kufizuar atë ngushtë të adhurimit, ibadetit. Po ka të bëjë me jetën. Ka njerëz që kjo ju pengon. Mirë, po ju pengon vetëm në aspektin fetar. Ndërsa nëse për shembull shikojmë jetën e njerëzve të ndryshëm për shembull, që ndoshta nuk udhëhiqen në jetën e tyre me mësimet e fesë. E me mësimet e kujt udhëhiqen? Dikujt tjetër. Ka në kanë shembull. Në shpesh arshojmë nganjëherë për lajme, kur flasim për yjet e ndryshme të estradave të ndryshme të caktuara, apo këtë teshe pëlqen, këtë ushqim me hanë sabah, këtë e bën këtë. Pse i ka thënë këtë sana apo? Nëse dikujt i pëlqen për shembull, po them kushtimisht konga e dikujt. Kjo ka të bëjë me kongën, pse ka më pëlqyer dhe ushqimi i tij apo? Asa e ka model. Andaj duke të rënë çka han, çka pin, ka shkon, ka hec, ma dje dirë në banalitete të olta, që njëri nuk mund ndoshta një lajm me lexu që duhet pa ik, ose pa u prek, duke me thonë nga këto banalitete fatkeqësisht. Pse gjitha këto? Për tregu se kjo është model, kjo është yll. Andaj është më rëndësi me ditë gjithçka për ta. Që më kon shembull për njerë në çdo aspekt apo. Njëri ato. Andaj nuk qenë ka e tepërt ndërhyrja e yjeve në jetën tonë edhe kur të hajnë edhe kur të pinë. S'është kjo e tepërt apo. Nuk qenë ka e tepërt ndërhyrja e artistëve të caktuar në jetën tonë që na veshemi, që na, nga sa ata na përcaktojnë modën dhe na përcaktojnë aktualitetin. Në mbi këtë bazë kjo përcaktohet. Kjo nuk është problem. Nëse kur bëhet fjalë ma që ka thënë Allahu xhallahu dhe pejgamberi është tepër kjo. Tepër. Feja me të kallëzuar që më vesh, feja me të kallëzuar që më ec, feja me të kallëzuar si me usin këtë rast e kështu me radhë. Andaj nuk bëhet fjalë këtu për, do të thotë, nuk bëhet fjalë për këtu për
ndoshta luftë për pavarësi personale, mos me intervenu ose mos me ndrytë të fe, nuk bëhet fjalë për këtë punë. Po bëhet fjalë për konkurrencë modelesh. Apo cili model po është më atraktiv dhe më i përshtatshëm. Dhe padyshim se nëse lihet lirshëm me u prezantu modeli që Zoti e prezanton përmes pejgamberit e sa 10 njerëz ka kanë me ujosh dhe çfarë kam ju pëlqej apo. Prandaj na nuk ndihemi të turruar, as të kompleksuar që themi se po, na hajna bukë që kështu e kapëm lugën në orë gjatë edhe kështu hajna se çdo ka hongër pejgamberi sa. Sta vjen marrë për këtë punë. Na themi këtë lutje në këtë mëngjes, si të veshë teshëm, nuk e veshë për atë këtë lutje. Pse kështu më ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe mësimet e tij nuk kanë të bëjnë me kohë. Mësimet e pejgamberit nuk kanë të bëjnë me vend. Kishin qenë mësimet e Islamit, mësimet e pejgamberit sallallahu po. Muhamedi sa është njëri, dhe si njëri është i kufizuar në kohë dhe në vend, apo ai mund të më pëlqyj sot diçka, po mos të që vetëm me kone këtë e pa vlefshme apo. Njerët, mësimet që i sjell pejgamberi nga të Allahut, e Allah është krijuesi i kohës dhe i vendit. Andaj mësimet e tij, mësimet e Allahut nuk ka mundësi me i kufizu krijesa e tij, qoftë as kohë as vend ato. Prandaj na me këto lutje të ndërroza dhe me këto që po i përmendim me shumë të tjera, ne ndihemi kënaqur të privilegjuar që Allahu po kujdeset për ne të robi jam në çdo rast, në çdo situatë. Thjesht i udhëzuar dhe i ndriçuar me mësimet e asaj që Allahu xhallahu është i kënaqur me ta. Prandaj Islami është i plotë, është gjithëpërfshirës dhe nuk është i kufizuar vetëm tek namazi ose tek agjërimi, mirë po na mëson edhe për raporte me Allahun xhallahu në rrafshin më të gjerë, na mëson për raporte me vetveten, na mëson për raporte me njerëzit, si mu sill. Prandaj kur Allahu xhallahu flet për robët e tij të mirë, wa ibadur rahman, robët e Allahut të mirë, të devotshëm, përzgjedhur, kush janë? Cilësia e parë është yamshuna al-ardi hauna. Ecin mi tokë qetë, edhe me ecë ka mësuar që duhet me ecë. Nga se duhet me u pa ndikimi i kësaj feje të tij edhe kur të ecti, edhe kur të keshti, edhe kur të pikëlloshti, edhe kur të begatoshti, edhe kur të sprovoshti, edhe gjithçka në këtë dunja duhet me u pa se ti je i veçantë. Nga se modeli i të veçantë. Andaj edhe kjo është një pjesë e kësaj që po flasim për të. Na ka mësuar çfarë më thon kur e vesh teshën. E në qofë së është teshe e re, diqka ma tjetër themi apo. Nuk është e re, diqka ma tjetër, subhanallah. Detalet mrekullueshme të udhëzimit edhe ato që dëshmojnë se kjo fe është perfekt. S'ka nevojë as me mungu, as me cungu, as me e moderu, as me e shtu kur gjë. Ka nevojë me e kuptu drejt, me mesatarën, me kuptu drejt me gjitha ato porosi që na i la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta që e marrëm për kësaj është të ndërlozër është se në lutjen që njëri quhet për gjumit, çfarë thanë? Tha pejgamberi në fund, wa edhin e libi dhikri, dhe Allahu më mundsoj dhe më lehtësoj dhe më dha leje me e përmend Allahun. Apo e falëroj Allahun për mundësinë e dhikrit. Dhe Allahu xhallahu mendin u përgjigj. Shiko, po thush është përgjigje me njerëzve. Ti po thush Allahut elhamdulillah o Zot që ti më dhe begatin e përmendjes tënde posa i qeli sytë. E pasi ti po je falënderus për një begati, po te e Allah një begati tjetër. Pra si të vjeshtishtë, thuj për këtë lutja. Subhanallah, kjo është shpërblimi i hamdit, shpërblimi i falërimit. Andaj Allahu thot, o in tashkuru yardahu lakum. Allahu thot, nëse e falënderoni, është i kënaqur me juve. Wa la in shakartum la azidannakum. Dhe nëse falënderoni, unë u ashtoj mirësitë. Andaj e keni falëndruar Allahun për mirësinë e dhikrit, ja u mundson me pranë prap. Ç'është është? Të ka pa Allahun begati, e ke falëndruar ç'është duhet për këtë begati, ta jap me një tjetër. Për këtë pastaj ke falëndruar ta shton tani tjetër, e kështu me radhë. Nuk ka mjet më efikas për me të shtuar Allahu begatit, me të lutur Allahu begatit, se sa mirënjohja dhe falërimi ndaj Allahut xhallahu ala sikur se duhet. Andaj e falëndroj pse si u zgjove, e falëndrove pse ta kthej shpirtin apo e falëndrua pse ta dha shëndetin, e ke falëndru. E po tash që po ta mundësë me e po, falëndrua për tesha. Ase kështë begati, Allahu xhallahu me dhon leje me përmen, me të mësu qysh po ka që e me përmen. Kjo është begatia me e madhe, kjo është mirësia me e madhe. Dhe Allahu shpërblen falëndruesit.
Dhe që kjo është një argument si Allah po shpëlon për këtë falënderim. Falënderim pas falënderimit. Dhe gjithashtu të vëllezër në këtë lutje ka dhe mësi të shumta dobi, një nga ato është edhe se besimtari pavarësisht përdorimit të shpesh të begatisë. Teshat shumë shpesh njëri vesh, gjithë me tesha. Realisht në logjikën njerëzore, përdorimi i shpesh i begatisë e bën atë veprim mekanik edhe rutinor. Apo, njëri duke interesant njësan herën e parë, herën e dytë. Kur të bën 100 herë, s'është më interesant apo? Apo. Gjithmonë është tani më bëhet pjesë përbërëse jetës tij, rutinë është ato. Allahu xhallahu ala po don që na, domethënë, begati që na i ka dhënë, mos me u shndru në rutinë. Tesha që e mbulojmë vretin, është nimet e Allah, është begati. Do thotë, dallimi mes njerit dhe kafshës është mundësia e veshjes. A keni pa kafshë me teshën herë? Zveshën ato, Allah. Nuk veshën. Ato që ashtu qysh janë gjithmonë rënojnë, hajnë, flejnë, që ashtu të kanë. Kafshë nuk veshët. Njeri veshët ato. Andaj Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an nga mirësitë e Allahut ndaj njerëzve është se u ka mundsuar me mbulu teshën, me mbulu trupin e tyre. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala të ndërlozën në kodrat e begative që ja dha Ademit asam xhenet. I tha këtu i ki begatit. Sa ti begati? Tha en la tajua fiha. Këtu se ki galën e bukës së pjesë. Në xhenet en la tajua fiha. S'ka se ki galën e bukës së turqimit. S'ki me met unë të kur begati e parë. Apo? Dhe nga begatit që përën të dua en la ta ara. Këtu s'ki me konë ndeshën, ka me dvesh Allah xhallahu ala. Dhe nga begatit që Allah ja dha Ademin xhenet është e veshi. Prandaj çfarë ndodhi? Si buni nga pemë, buni gjuna çfarë buni? E deshi. Prandaj kur Allahu xhallahu ala e don njëri e vesh. Dhe nga shenjat e hidrimit të Allahut mbi njëri është ai nuk rën vesh. Me këtë argument, Ademi të alësa me shumë tjera. Andaj, elhamdulillah që Allah më ka mësu mu vesh. Për të arsye të ndëllëzër, lakuritësia nuk është shenjë e rahmetit. Lakuritësia me një shoqëri fatkeqësisht dhe zbulimi pjesëve të turpshme që duhet me imbulu, qoftë mashkull e në veçantë i femna, zbulimi gjithë kësaj. Madje kur kalon edhe kufinin edhe të çdo normale, nëse ka diçka normale në zhveshje, atë padyshim se kjo është shenjë e rrezikshme e provokimit të hidhrimit të Allahu xhallahu ala. Nga se historikisht, sipas historisë kuranore, s'po flas histori tjetër, sipas historisë kuranore, zhveshja ka qenë e shoqëruar me mëkatim. Zhveshja ka qenë e shoqëruar me hidhrim të Allahu xhallahu ala. Zhveshja ka qenë e shoqëruar me mallkim të Allahu xhallahu ala, me mallkim të Allahut ndaj njerëzve fatkeqësisht. Nëse kundër ka qenë mirësi. Allahu xhallahu ala ka vesh Ademin dhe i tha, të kom begatu pse të kom vesh atë. Madje përmend Allahu xhallahu ala se nga mirësia Allahu ndaj njerëzve është u ka zbrit tesha me u vesh. E përmend Allahu në Kur'an se nga mirësia e Allahu ndaj njerëzve është se u ka zbrit tesha me u vesh. Na ka mësuar që me imbulu pjesë të tjera, me jetu si njerëz. Andaj besimtari, këtë begati dhe këtë meritë Allahut nuk e lën harres, nuk veshet edhe normal, tu se s'po më të kurqë, jo. Alhamdulillah. Çdo sabah, çdo mëngjes, sa ti vesh tërë ditë, ti rregjume dhe i vesh atë ditës që kam punuar me ecme ato me udhëtum ato këtë merat. Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është shaj se sa do që të kemi begati dhe sa do që shpesh i përdorim ato begati, përdorimi i shpesh i begative të ndërlozur nuk na bën që me jetu jetë mekanike apo rutine. Jo, gjithmonë për neve, vallahi çdo mëngjes vetëm kur këtë lutje, kur i vesh teshat që e thot këtë lutje, çdo mëngjes e ripërtrin ndjenjën e tij për këtë begati që Allah e ka dhënë. Ka mësuar me kon i veshur, me kon i mbuluar, me kon dinjitoz, me karakter e kështu me radhë. E gjithashtu kur ti ai kur do qoftë Allahun e falenderojmë për këtë begati, çka i vjen kjo? Ky falënderim te Allahut
krahas e thën atë gafletin, atë rutinë, e lufton atë rutinën dhe atë mekanikën që i zhvlerëson begatit. Qase mekanika i zhvlerëson begatit. Falëndrimi i çdo ditë i besimtarit gjithmonë e mban në nivel të duhur kanë begatin. Nuk e lënë më zhvlerësua. Qase falëndrimi është ngritja dhe vlerësimi i begatisë. Krahas saj gjithmonë ky vlerësim të ndërrozën bën që besimtari me ndih dhimbshmëri për gjithë ata që dhunshëm janë zhvesh. Kush ata që dhunshëm janë zhvesh? Fukarat, njerëz të varfër. Njerëz që janë, do thotë, në situata të vështira ekonomike, ata në për lufta, njerëz që në për kriza, në për refugjat, subhanallahu i shishëm, Allah ju letoft, rrugë gjatë tuk e bërë dathëm, s'ka ju kanë shky dikun për rrugë dhe s'ka me vështira. Ishe me tesha të shkyme se është në gjithë dikun për e tel ju ka shky tesha, s'ka tjera. Të kujtojnë gjithë ta njerëz të varfër, e të ikur, e të ndjekur, qëfar do kategori qofshën ata? Dhe thush, elhamdulillah që Allah mu s'm ka vosi ata. Në të kuptim, ka begatu mu, për kë nuk kuptan me ndjemalsi, për kë nuk kuptan modesti. Shika, kje pas mundësi me konë sikur sa ta, ndaj vlerëse e begatinë Allah Gjellë Vala, mëse në qma. Dhe gjithashtu bëhu solidar, ndihmoj të tjerve, veshe jetimin, veshe fukaran, veshe ato që nuk ka mundësi. Dhe mos u tregon me ndilartë. Nga dobit e kësaj gjithashtu të ndërrozër se shumë të dobit, po du me përfundu me një të fundë. Qëfar tha pejgamberi sallallahu sallam? Tha kush të thot këtë dua, ja falë Allahu gjunaat. Subhanallah. Teshën të vesh, ty teshë Allah, se nërë, se t'ka bzhego, se ty me mlu vetën tonë, du shmu vesh. Allah po më falendera për këtë mirësi që po të dho, t'i falë gjunaat. Qëka si në gjënë kjo? Në bujarin e Allahot, apo në ashpërsin e ti? Allahot së është i ashpër. S'ka emën të Allahot i ashpër. S'ka kështu. Ka i mshirëshëm, ka bujar, s'ka i ashpër. Andaj kër Allahot thot, thuaj që t'lutë e ti falë gjunaat. Qëka i bjen kjo? Ndërmene veç një hapë dvogën, bëne veç pak një derca këtu, se unë po du me ti falë gjunaat. Unë nuk po du t'i marrë me gjunaat, po du me ti falë ke gjunaat. A nuk të motivon kjo për me kërku falje? A nuk të motivon kjo për me dashtë Allah në gjallë levala? A nuk të motivon kjo, Allah, për me qeni knaqër që e ki Allah në zëtë? Ka e ki kështu apëta? Ka në ki kështu në botë? I që tëtë, hajtë me që të bënë edhe, ka e që ki botë i fali. Ska kështu apëta? Ka që letë, gjitha këto shkele, gjitha këto gabime që i bën njeri. Na menojmë që gjuna është veç kur bën njeri një shkele të madhe. Së është gjuna? Kur ti nuk e falëron Allahun si duhet, bën shkele, duhet me ta falë, se për një që dënan. Kur ti shuzën begati, dhe për balë shuzimit begative, nuk je mirë një sa duhet, e s'munëm me konë kur sa duhet, ka se s'munëm Allah me këti borqin kur, je mungu, je barq, duhet e me ta falë këtë barq për dyshe, e lyp këtë barq të gjikimit. Që ka veç kja, ani sa kemi kusuret e këllah. Mos lasëm, veç ka i fjallë ditje me folë, që s'duhet me folë, bujnë 365 fjallë në vjetë Allah. Para mëna, veç ka i fjallë, për 24 satë, që s'ban me folë atë fjallë, 365 fjallë në vjetë në Allah. Para mëna, për 10 vjetë, 3600 fjallë. Veç për fjallë, me dvetë Allah gjallë, Allah unë a falë. Ve pse e falë që qitë fjallë. E shikimi, veç ka i shikim ditje me këshurë, kus duhet me këshurë, 2 sekunda, veç me këshurë kus duhet, para mëna, për 10 vjetë, 3600 e ke këshurë kus duhet me këshurë. Veç me ngu, veç ka njën ditje me ngu para mëna, veç herë, qka të delë të edhe? Veç ka njën ditje, shikimi, dhe tëtë, shikimi, ndëgjimi, të folërit, të i bojnë përmi 10.000 gjunatë. Për 10 vjetë. Me bu mërdu 50 vjetë, herë 50, sa bojnë? 50.000. Veç ka njën ditje me bu me 3 shqisa, së banë, të më di këtë thjeshtë. Andaj, gjitha këtu Allah po, e di që ti i banë, ti ga banë. Mirë po, unë e po të hape derë në pendimit të unë. Unë e po të hape derë në falës. Thuaj që do, bëne që ta, veprime të jetë simbolike, tjeshta. Ti falë Allah gjunat, të kaddeme min dhembi, shiko, gufire lehumat, të kaddeme min dhembi. Qëfar ka kalu për gjunave, kej që ke bo deri sëtë, gjunave që si,
ato të muat një rrëtëu me bo për to. Po gjinoha që nën gjinoha të mëdha, nuk janë të mëdha, nën mëdha që ti falë Allahu të gjitha. Këti falë, për një do. Ti e vështishën, elhamdulillah ledhi, kesani hadhe thawë, vë razëkani, min gajri hauli min wala quwa, ti falë Allahu gjinoha. Andaj, kjo është vëllaj një mundësi që besimtar me u lidh me Allahun xhallahu ala. Dhe sikur thash, me mbush zemrën dashnin ndaj Zotit xhallahu ala, madhërim ndaj tij, që me e përjetu atë kënaqësinë e kujdesit të Allahut ndaj teje. Kjo është e rëndësishme. Me e përjetu kënaqësinë dhe nderin dhe privilegjin e kujdesit të Allahut ndaj teje. Allahu po i lehtëson gjithë rrethonat që ti të shkosh te Allahu i pastër. Kjo është kujdes Allah, ai po kujdes për ty shumë më tepër, pa krahasimisht më tepër se vallai ti që kujdesesh për vetën tonë. A nuk duhet me dash? A nuk duhet me u kënaq kur të takojmë me të? Namaz, kur ta përmendim, andaj të ndërrojmë këto kuptime e bëjnë dhikrin xhenet të kësaj dunjaje apo. Sikur se kemi mërtuar këtë rit, xheneti i kësaj bote. E bën xhenet. Kur ne kështu i pretë, ne kështu i kupton, vallai bën xheneti i kësaj bote. Allah xhallahu ala i fal mëkatet tona. Dhe Allah na mëson me kuptu këtë fe drejtë dhe zbatu drejt, sipas asaj që na ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Me kaq për edhe fund. Kësaj dhe ditë na kemi nashëm Zoti i ruajë dhe shpëlbet. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.